Ky emision ka syze me fokus që edhe kur shkon shtrëmbër shikimi ta qëndërzon, ta jep drejt, sepse ky emision ka fokus, apo jo? Po, jemi si teleskop pënor, o vlla. Po. Kështu që do të shkojmë njëherë në Vënçe, do të flasim pak për këtë protestën e fuqishme, për këtë situatën e fuqishme, për investimin e fuqishim. Ka pas dhe një protest tjetër sot, po si shkoj protesta e helikopterit dhe si shkoj protesta e buldozierit. Po. Janë me ne në studio, Olti Rumbullaku, falemderit që jeni me ne. Afrik Osmani, unë i dashur, falemderit që jeni me ne. Klodian Muço, mik i dashur i studios Bardazi, dhe vjen për e të parë Ilir Pilku, shpresojmë jo për e të fundit, sepse ne quajmë Viroza Bardazi. Mirë, tani unë do t'ja nis me një, ku di unë quani si doni, blasfemi, quani si doni, nuk e di, po ky popull, kthem ke jo shpreh Arion Kristos, që mund t'i bësh çfarë të duash dhe prap nuk reagon. Thua edhe një Arion Kristo? Jo, se kam frikë. Ah, mirë, se thuaj. Pra, këti populli ja kanë shkatruar prej vite shëndetësinë dhe nuk ka dalë në një protestë të tillë. Këti populli kanë shkatruar arsimit për vite dhe vite të tëra. Këtë popull e kanë degeneruar për dekada dhe dekada të tëra dhe nuk janë ngritur kaq masivisht, që mua më gëzon të shikoj të ngritur masivisht, nuk besoj se jemi kundra protestës dhe të drejtës për të protestuar, por habite me një gjë shumë të madhe. Ore, kush i shtyu këta, ore? Ta dia kush më shtyu, tha... Kush i shtyu këta, ore? Më thënë, se ne vdesim i qikën e shqiptarët marrin vesh. Kush është? Bërthama. Bërthama, po. Kjo. Kush është Pickusi? Nagatosja. Ha, jepja, Vënçe. Po mos janë mbledh të gjitha këto që ti përmende? Jo, ma jo, nuk e besoj unë këta. Po jo, ma jo. Po të shi, po vdisni njerëzit ke onkologjiku dhe nuk u ngritën në një protest të tillë, që do isha shumë, do isha e pare që do dilja. Më thonë, unë u bëra gati ndoshta dhe Erioni, por kur pash disa sorretër sorosianë aty, kur i pash ato sorretërit, tash jo, kjo është protest e shitur. Realisht. Se që ka pak naqur sa duash, edhe unë jam e pak naqur. Edhe ky është i pak naqur. Por edhe Rama ishte i pak naqur. Po. Shiko, instinkti gazetares të bën ta nisësh dhe ta provokosh në formën e duhur edhe është e bukur të ta thuash edhe në formën e një qëndrimit fort. Por, ideja është kjo, le të themi njerë shiqy që ngrihen për të gjitha gjërat, pavarësisht se nuk u ngritën për atë gjën. Patjetër. Dakor? Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, e para. E dyta, shiqy që zmadhojnë dhe zgjerojnë kauza. Pra janë kauza, pavarësisht... Nuk më gëzon kjo shiqyr, nuk më gëzon kjo shiqyr, sepse kur kuptoj që është blerë dhe ngritja, dhe krye ngritja është blerë, mua nuk më gëzon fare kjo gjë. Jo, nuk është blerë krye ngritja. Ky është një diskutim tjetër, pastaj. Normalisht ky është një diskutim tjetër që secili... Më bush mendjen atëre që kauza që tokat nuk janë më në duart të zotëve, por janë emër të oligarkëve, që i kam bërë në emër tyre, se kam ish dhia i muhabet brenda, e di ti. Si e kuptoj unë? Ti e di besoj,